Po merresh me AI-n vëlla, që ka më mirë kjo. Vallajn vetëm aty po fokuson tani 100% vetëm ke AI. Vetëm ke AI. Në çfarë profili për shembull? Më shumë në profilin e krijimtarisë, sepse AI mund ta përdorësh në çdo fushë të teknologjisë, po më shumë po mundon te krijimtaria që të arritë ta përvetësoj për veten time, ta tregoj që di ta përdor dhe patjetër të ndihmoj të shqiptarët që ta kuptojnë se akoma nuk po e përqafojnë AI-n. Akoma nuk e din çfarë është, si po na vjen, por që ja përdori për shumë për portokallë. Për portokallë dhe gjëra kështu po. Për banane, për mandarina. Imagjino të shkosh tani te nonat e gjyshi, ti thush bananino, mandarino, të bëjnë nona e gjyshi. Kisha markat mund të keqë mbiri. Edhe se ka një problem tjetër, domethënë se mosha që është themi pak mosha 3, mosha prindërve tanë, mosha jote, shoh babën e herë shef në një video që është me AI tu dje kulla Eiffel, shithot ka marr flak kulla Eiffel, valla nuk i dallojnë dot. Domethënë janë bërë shumë. Që dallohet ajo. Jo, ne i dallojmë. Jo më larg. Prit gjogallatën. Jo më larg se mbrëndarket. Erdhi nona. O Leo, ku është ky dyqani ti ikim ta blejmë? Kishte bot tjetri me AI, ishte trakaç. Ktu fusi rrobat, dilte këtu e lame e thame, këtu poshtë dilte hekurosme. Hajde ta marrë si 150 euro, marroj punën me kët. Ja boni. Edhe, vetëm kur e pashi kështu fillim ishte në rregull, kupton ti? Kur shikoj unë, dili nga 4 rroba u shumuar ato 6-7. Edhe gishtat u bën nga 5 u bën ja 6-7 sop, kupton? Ai komplet, ajo sistemi numrave aty para, domethënë, rrinte kështu me glitch, kupton kështu, s'kishte numra, ishin kështu shkronja ku diun kinese. Që janë të bën njerëzit. O më bukra. Apa komentet asaj videoje. Ku është ta blejmë? Ku është ta blejmë? Do me gjithë brezi vjetër e hang me AI. OnlyFans-ën e ke parasysh? Krijojnë modele tash komplet me AI, që ato janë shumë të vështira dallohen. Nuk i dallon dot vëlla, ajo kërcen, del, flet, bën çdo gjë aty tamam si influencer. Të ndajnë me gruna ato plan. Të ndajnë vëlla, po sa lek janë tu po. Edhe i fusin aty sikur po flasin. Sikur po flasin, po. Edhe po ti shkruash kanë chatbot vëlla, vazhdojnë shkruajnë ata. Me ty. Është frikshme burrë, shumë frikshme, ja, është shumë keq. Shiko, okay, që është bëhe frikshme, okay, se kam ne do mra pa shumë, po. E frikshme është kjo idiotësia që në vërdalla, kjo më po abimu, se nuk është se i kam gjëmu këtë gjona për t'i pa. U s'pa rrjete sociale, në tjedi shumë mirë, po. Si të mos në TikTok. Po shumë që dalën loj Monster League për kokë. Shumë keq. E diku bëja bit diçka. Domethënë, qofse do ta hedhim TikTok neve me i pjesë kësaj, se u pranë me këtë cigare e poshtë. Ajo do ta bllokoj atë. Po. Për i cigare. Unë kur kaloj scrollin në TikTok, shoh masakra. Shoh pafund budalli qebu. I lem to pasaj që nuk ka kamerë rrugë, kamerë gjoje për plasu ulle, i lem. Në është pafund. Kur vje puna dhe më dhenë, mu ma censuron për i cigare. Ja, që cigaren e dim gjithë se qa është. Po ka gjona pa fund. Kjo është interesant. Është interesant kjo pjesë. Shiko, është bëdhe i t'i shka të që qa për e shikojmë ne. Kur nolli problem diku jashtë, këta fute në urgjente për sikurin aty në tutan. Nolli t'i shka dhe bombardohet të rjeti me video modifikume shpet e shpet për t'ju. Dhe më dhenë me politikana e me këto që janë. Opinion shumë të keq, po urgjent, mrena ditës që nuk shef. Si që dojgjën Dubai, që s'kishte lidhe fare, eran 2 drona aty shu pil. As bombla gazit nuk po najs apo ne, bombla shklyn të nxjerr shpinë. Dhe në fund fare, mrena ditës e bon sikur jo dojgjë, po sikur shklyo pa. U shëshu Dubai, se ekziston mo? A që desh aty e nishu anti-reklam me vogël dhe? Po. Shiko, doli me fitim në shqiptar, përse pra. A që vinë këtu do di? Po, do vinë turistat tu, nuk do ikin në Dubai. Inshallah, ishtë na bëjnë e këtë gungën, gua. Su problemi se vini një herë e nuk vinë më, po. Ka shumë njerëz në botë dhe provojnë gjithë Shqipërinë ka herë. Ka herë, kështu që kemi kohë vit për vit. Kemi punë. Kena, shqyrëzoj s'qana. Sa version kemi punë. Kjo është e gjitha. Do kemi punë. Jo, është faktikisht është edhe mirë dhe keq, se unë kam ndjek që në fillim që sa nxorën këta,
që kishe mundësi me kriju, po tash është bo aq rrill sa që nuk i kupton fare se ç'a është. Është shumë keq. Shumë rrallë kupton. YouTube-i mi ka marrë masa shumë strikte për AI, edhe unë them drejtën, hapa një kanal YouTube veç me AI, kupton? Edhe më hoqën domethënë monetizimin, domethënë që pagesa. Sa i përket monetizimit. Nuk është se ka bën një diçka strikte që ti mos hedhësh gjë. YouTube është full me AI, plak. Po nuk paguash për ato. Ti që nuk paguash. Nuk paguam për ato. YouTube-i e ka nxjerr domethënë tek këto gjërat e reja, domethënë rregullat e reja. Pa i një këtë vet ai. Jo, te rregullat e reja Këta. e kam bërë domethënë që duhet të dalësh ti me fytyrë. Domethënë, do të bësh YouTube ti vllak paguash nga YouTube-i, dil vet aty plako. S'ka më pa kamer. Po mi më në rregull. Tash paguash nga YouTube-i. Po. Ti lollesh, harxhon lek, bën video, bën gjona. Edhe në fund pastaj paguash nga YouTube-i kismet kur të vinë ato reklamat mbas klikimeve. Po. Tash që ti lollesh, punon video me AI, ti shpenzon lek. Se dhe ato Po. coinsat një AI janë me pagesë. Janë Po, e pagesë, dim. po. Edhe Por ato ajo është punë. Tash se e bone në studio. Se e bone një AI, ku qëndron problemi pse duhet ta penalizoj ai? Nuk e di arsyen sepse e penalizon YouTube-i, por që ta penalizon YouTube-i. Kaq. Me rregullat e reja. Se është të bën një presion, do të futet në kështu aksioner me një faqe ai. Si që bëjmë ta. Ndoshta siç e ka bërë për shembull Canva, po shikosh domethënë Canva ka domethënë është me me një ose me dy mos gabofsha AI që bashkëpunon. Domethënë ajo thot create video. E shtypa unë njëra ato pa dashur, kupton? Nxori faqe komplet tjetër. Nga website. Këtu vlla bëj AI, kupton? Paguaj ti boje. Duke se edhe YouTube-i do krijonte AI-n e vet. Domethënë Por ne e penalizoj. e penalizoj nga këto tjerat, kupton se e lexova domethënë në Twitter që YouTube-i ka nisur domethënë të krijoj AI-n e vet që të krijosh video me AI domethënë vet nga YouTube-i aty brenda, nga platforma. Ti Domethënë lesh lekët po. e ke parasysh videot e TikTokut që aty ku krijo TikTok që bën me AI kështu? Bukur, edhe YouTube-i të njëjtën gjë. Thot pse do e bësh ti te atje? Hajde këtu bëhet e kun, kupton? Pik. Ulli lekët këtu të gjitha. Bingo. Biznes. Biznes. çat Luft. del, hyn prap aty. Luft. Po. Luft për lekë. Luft për lek, po kjo gjëja na penalizon tepër. Sepse në qoftë se ne merremi domethënë me sponsor, domethënë jemi content creator-a, tani në nxjerrja AI ja shlojë neve. Në nxjerr komplet. Pse sot ai këto videot me AI bëhen virale. Ndërsa ne që jemi content creator që kemi vite 2-3 vite që merrem me këto gjëra, tjerët kanë 10 vite, më shumë se unë. Po Albini, pse duhet marrë viralitet ajo më shumë se viti që bëti. pse do të marrë ajo Ka skema këta që këto Algoritmi. materiale specifike marrin më shumë. algoritmi e gjitha. E gjitha është algoritmi. Kjo është. Ka një shpërthim. Mendoj edhe dy gjëra tjera, se ato ose janë gjëra shumë të çuditshme që i bën njerëzit ditërheqin, ose janë gjithmonë gjëra për fëmijë. Dhe fëmijët janë aty gjithkohë, kështu që